Wa innaka la ala khuluqin adhim. O i dërguar i Zotit, ti je në shkollën më të lartë të moralit. Pra tër jeta e njerit është me koni moralshëm, me pas burrnin, si thon populli, me koni ndershëm, me koni dinitetshëm, mos me shikue mu bo glabrus. Lidert që në larg pams. Unë shpesher e kam shpjeguar çështja e liderizmit është një çështje madhore. Muhamedi alayhis salam ka qenë lider i madh. Ai nuk ka shikuar sot për nesër. Ai ka shikuar sot edhe për shumë vite, për shumë shekuj. Sot në shoqërinë tonë kemi 3 lloj njerëzish. Janë njerëz hiç pams, që nuk shohin fare. Dhe janë njerëz shkurt pams, që shohin shumë shkurt, shumë pak. Dhe janë njerëz larg pams, që shohin shumë larg. Prandaj, çështja e shpirtit është çështje madhore. Se njeriu, nëse nuk e edukon shpirtin edhe mendjen, atëherë ai bëhet një lloj roboti. Bëhet një materie, një copë mishi, asgjë më shumë. Mirë, po ti nuk je i tillë, o njeri, ja ejuhan nas. O ju njerëz, po na drejtohet pra në formë të thirrjes, po na thret krijuesi unë. Ja ejuhan nas, ubudu rabbakum. Adhuroni Zotin e juaj. Adhurimi i Zotit është lartësim. Adhurimi i Zotit është leadership. Adhurimi i Zotit është lartpamësi. Sepse ti je në connection, pra në lidhje me Zotin. Dhe ti kur ki lidhje me Zotin, botën e sheh më ndryshe. Botën nuk e sheh vetëm te hunda jote, po botën e sheh, do thot, edhe me drithijet dhe me ngjyrat dhe me koloritet që ajo i posedon.